S'ke bërti me Mariza Ekonomin, të dy në një gojë, telepati. E lem. Si lindi ky bashkëpunim? Lindi kënga fillimisht, një këngë që kishte nevojë për një muzë femrore, një pikë të caktuar dhe unë Marizën e njihja. Propozimi erdhi nga ty, drejt Mariza apo Mariza drejt teje? Patjetër që propozimin ja bëra unë sepse kënga kishte atë muzë ku vetë këngëtarja duhet të ishte po aq elegante sa kënga e kërkonte dhe pak italianofile duhet të thënë sepse dhe zëmë përfaqësuese Mariza nuk ka një vibe të tillë, po e vërtetë. Zëmë femëror nuk mendoj se ka në Shqipëri. Ka të zërin e holl karakteristik. Është po zë që evidentohet me njerë dhe fakti që struktura e këngës gjithashtu e fton Marizën të këndoj nga fundi i këngës, që e bën edhe më interesante sepse duket pak si një mini sken filmi e kënduar.